përcollëm Bledarin nga emisioni kaluar. Jurojmë fat të suksesin në punën e tij të përditshme, tani, dhe kam ndjesi të veçantë sepse këtë emision po e filloj edhe me kandidat nga Maqedonia. Të nderuar miq, po u them miq dhe shokë të gjithë juve këtu, dhe po tregoj disa nga raste mira që pikërisht kanë ndodhur. Nga ky emision, nga emisioni Milioner, kanë lindur shumë shokë të mirë, dhe një rast kur njeri ishte kandidat që në karrierën e nxehtë në bisedë me mua kishte treguar dhe për hobin, do të thotë për hobin e tij shumë të rrallë, një hobi shumë interesant, ndërsa një televizionist ishte shumë interesuar që ta kontaktoj personin apo kandidatin, dhe njëri ishte nga Kosova, njëri nga Shqipëria. Dhe këta të dy pas kontaktit kishin zgjuar interesime sepse kishin këtë hobi të njëjtë dhe tani tutje vazhdojnë miqësinë e tyre. Andaj, këta ishin dy shok, njëri nga Shqipëria dhe një nga Kosova, dhe tani e tutje do të kemi shok edhe nga Maqedonia. Dhe sonte kam ndjesi të veçantë sepse kemi kandidat të Maqedonia, mirë se keni ardhur. Sonte me ne janë Agjan Bayraktari Prizren, Noljan Lole Tiran, Arlin Sadiku Prishtin, Arefat Veseli Kumanov, Radie Gjanari Tiran, Arben Gega Tiran dhe jetënor Hysi Skrapar. Pyetjen me rënditje, lutem. Rënditni si duhet titullin e filmit. Dollar për grusht 1. Rënditja sakt për 1 grusht dollar. Dhe gishti më i shpejt Arefat Veseli Kumanov. Të nderuar të shikues, më lejoni që në mënyrë solemne t'ju prezantoj kandidatin e parë nga Maqedonia. Është Arefat Veseli nga qyteti Kumanovës. Dhe njëherët edhe kandidati i parë nga Maqedonia, normalisht që hapi këtë mundësi për të gjithë. Arefati është me profesion jurist dhe punon në Ministrinë e Mbrojtjes në Maqedoni, merret me futboll dhe ping-pong. Pëlqen të udhtoj dhe pëlqen rehatin familjare, si gjithë të tjerë. Është e vërtet. Mirë se ke ardhur. Mirë se kam gjithë. Arefat, ishte kënaqësi e madhe që kam nderin të jem kandidati i parë nga Maqedonia. Shpeshherë me shokët e kemi diskutuar mundësinë e pjesëmarrjes tonë nga ana e kandidatëve nga Maqedonia. Na ka pëlqyer shumë, por ka edhe diçka tjetër që është e vërteta, këtu deri në pyetjen e 5 shumë është më e madhe që ndahet për kandidatët. Në krahasim me milionerin e Maqedonisë që organizohet. Këtu është shumë më e madhe, Mirë. Faleminderit për komplimentet. Kënaqësia është e jona, po ashtu sepse më herë do të vazhdimisht edhe produksioni. Unë kam ndjesi të veçantë thash në këtë emision sepse në më herët në fakt nuk kemi pasur të drejtë, sepse kështu ka qenë, do thotë çështjet rregullative dhe çështjet e licencave do të nuk kanë lënë mundësinë që të marrin pjesë shqiptarë nga Maqedonia për shkak të shtetësisë dhe çështjet e licencës. Tani keni të drejtë të merrni pjesë dhe ne do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë të japim mundësi edhe shqiptarë nga Malizi, shqiptarë nga Kosova Lindore po ashtu, dhe do të jemi të gjithë këtu në kuizin Milioner. Faleminderit. Jeni në shoqërimin e kujt, zoti Arefat? Jam në shoqërim të Fezi Beqirit, shokut tim të studimeve, i cili është nga Presheva. Nga Presheva. Përshëndetje edhe juve. Mirë se keni ardhur. Shpejti dëshiroj t'ju shoh këtu në karrierën e nxehtë poshtë, jo vetëm në publik, edhe juve nga Presheva, Bujanovci, Medvexha. Besoj do të jemi shpejti. Mirë se keni ardhur. Shpresojmë që ne një ditë do të jemi në karrierën e nxehtë, të gjithë së bashku. Bile, mos të shkoj shumë larg sepse do të jem premtime shumë të mëdha, mos të egzagjeroj. Ndoshta edhe nga diaspora do t'i kemi të gjithë këtu. Atëherë, po e fillojmë lojën, Arefat. Po, vetëm. Janë 15 pyetje, në pyetjen e 5, 250 euro, pyetja 10 ju sjell 1750 euro,
Dhe përgjigja në pyetjen e 15, 50.000 euro. Mund të shfrytëzosh 3 ndihma, telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Gatshëm. Pajitja e parë. Vazhdojmë. Me qëfar shprehje ndahemi nga një spanjoll? Gyle, adea, adios, adidas. Përgjigja përfundimtare është në C. Adios. Adios, përgjigja është e saktë. Vazhdojmë pyetja e dytë. Kur një lojë zhvillohet me trajtim të drejtë dhe ndershëm ndaj kundërshtarit, themi se ajo u luajt sipas rregullave të kushtëzuara, kanunit, fair play-it apo rregullave të Bajrambegut. Kur një lojë zhvillohet me trajtim të drejtë dhe të ndershëm, këtu kemi të bëjmë me rastin e fair play-it. Dhe do të ishte mirë kjo të vlen në të gjitha shtetet, në të gjitha ndeshjet kampionale çfarëdo sporti që zhvillohet. Përgjigja ime përfundimtare është në C, fair play. Fair play, sakt. Vazhdojmë. Si quhen efektet e padëshiruara të barnave? Kryesore, anësore, serioze, qendrore. Mendoj se përgjigja përfundimtare është në B. Barnat përveç që mund të ndihmojnë ka raste kur edhe mund të kenë efektin negativ, apo të është të quajtur sipas terminologjisë mjekësore, efektet anësore. Bravo! Në B. Sakt. Pyetja e 4, Arefat. Cila ngjyrë i karakterizon forcat e majta politike? Ngjyra e verdhë, e kaltër, e bardhë, roz. Forcat e majta. Ju jeni jurist apo jo? Mendoj se është roz. Përgjigja ime përfundimtare është në D. Bravo! Sakt! Dhe pyetja e 5. Cili prej këtyre lumenjve buron nga liçeni i Ohrit? Vardari, Drini Kuq, Drini Zi apo Radika? Lumi i cili buron nga liçeni i Ohrit dhe rrjedh masandej nëpër qytetin e Strugësh është Drini i Zi. Përgjigja ime përfundimtare është Drini i Zi. Edhe ne në kuizin milioner kemi një lumë. Rrjedh ko pas kohe nga kuizi dhe quhet publicitet. Nderuar të shikues, jemi me kandidatin specifik këtë herë, sepse është kandidati i parë nga Maqedonia, Arefat Veseli. Jemi në pyetjen e 5 dhe në pyetjen cili prej këtyre lumenjve buron nga liçeni i Ohrit? Vardari, Drini Kuq, Drini Zi apo Radika? Arefati ka dhënë përgjigjen në C, Drini Zi. Drini Zi afër Kuksit bashkohet me drinin e bardhë dhe formojnë drinin i cili më pas derdhet në Adriatik. Përgjigja është e saktë. Keni fituar 250 euro. Bravo! Megjithatë keni një fillim të mbar. A keni aplikuar ndonjëherë tek milioneri në maqedonisht? Jo, nuk kam aplikuar, të them të drejtën. Jo se ka qenë i vështirë, por pyetjet nga 1 deri në 5 kam pas të bëjnë më shumë me zakonet popullore të popullit maqedonas, këngët e tyre dhe nuk kam pasur njohuri. Ndërsa pyetjet nga 5-ta e tuqe që është e vërteta më shumë i kanë ditë se pyetjet e para. Para të dhe nuk kam aplikuar. Ka sfiduar më shumë. Mirë, Arefat. Do të vazhdojmë me pyetjen e 6? Vazhdojmë.
Cili nga këto objekte ka zëvendësuar klepsidrën? Sahati, metri, kompasi, busulla. Sahati. Për të mos i vanuar edhe kandidatët e tjerë, mendoj se do të më ndihmonte ndihma e publikut. Publiku. Publik i nderuar, Arifati kërkon ndihmën tuaj në pyetjen e 6, cili nga këto objekte ka zëvendësuar klepsidrën? Nën A sahati, nën B metri, C kompasi apo D busulla? Sahati. Mendoj se është përqindje relativisht i mirë dhe sipas publikut kjo do të duhet të ishte e saktë. Përgjigjja ime përfundimtare është nën A sahati. Sahati. Klepsidra e dini që është ora e rërës apo ora e lashtësisë, i kanë thënë, Po, është e mbushur me rër dhe ka pasur efektin e matjes kohës, derisa nuk është zbuluar. Fillimisht ka qenë e ujit, më vonë është bërë me rër, dhe është quajtur klepsidra, ora e rërës. Dhe normalisht që zëvendësoj sahatin, sakt. Falenderoj publikun. Publiku, Arifati ju falenderon. Do të vazhdojmë. Pyetja e 7. Isati në radhë është muaji Ramazan në kalendarin lunar. I 5, i 7, i 9, i 10. Mendoj se tani do të thotë sipas kalendarit lunar jemi në muajin Sheval. Pasi që duhet të agjerohen edhe 6 ditë nëse ka mundësi që të llogaritet se agjerimi është i plotësuar edhe për një vit. Mendoj se do ta shfrytëzoj jokerin ndihmën e shokut. Unë vendosa. Ju e keni agjeruar Ramazanin? Po. Prej klasës së 4. Prej klasës së 4. Dhe shpresoj deri në fund të jetës. Sigurisht që kujtohet. Dhe në cilin opcion mendoni se është i saktë? Jam në dilemë mes të 7-it dhe të 9-it. Jeni afër dhe ndihma 50-50 më shumë do t'ju krinte punë. Atëherë do të kërkoj ndihmën 50-50. Ndoshta do të më ndihmet në këtë rast. Ndihmën 50-50, ju lutem. I 5, i 9. Përgjigjja ime përfundimtare është i 9, 9C. 9. Muaji Ramazan në kalendarin lunar është muaji i 9. Sakt. Se besoj që do të harosh ndonjëherë. Jo. E kam lexuar mirë, po është e vërtetë se me të vërtetë kjo duhet të quhet karrik super e nxehtë, nga se disa pyetje edhe humbon këto. Vazhdojmë. Arifat, pyetja e 8, ka mbetur edhe një ndihmë telefonomikun. Ndrangheta është një anije vjetër me vela, organizat mafioze, ushqim peshku i konzervuar, apo veshje antike greke? Këtë pyetje nuk guxoj ta gaboj, nga se shoqëruesi im Feiziu do të më qërtonte shumë. Ai studion drejtimin master. Takon organizatëse? Është në drejtimin master, drejtimi penal,
Apo. Edhe shpesh herë nga dëshira për të na shpjeguar ato që i mëson, shpesh herë e ka përmendur këtë. Përgjigjja ime përfundimtare është organizatë mafioze në NB. Është organizatë që vjen nga Kalabria dhe konsiderohet prej organizatave më të fuqishme mafioze në botë. Ndërsa përgjigjja është e saktë. Vazhdoj. Pyetja e 9 për 850 euro. Cila kombëtare kishte fituar kampionatin evropian megjithse nuk ishte kualifikuar për turneun final? Spanja, Danimarka, Holanda, Suedia. Ky fenomen për herë të parë ndodhi në vitin 1992, kur Republika Federative Jugoslave u kualifikua, mirë po për shkak të represionit që ushtronte ndaj muslimanëve në Bosnjë, UEFA vendosi që ta diskualifikoj dhe në vend të saj të merr pjesë Danimarka, e cila në fund për befasinë të gjithëve mposhti në finale Gjermaninë me rezultat 2-0. Përgjigjja ime përfundimtare është në NB Danimarka. Aferim. Bravo. 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 Bravo, Arafat. Pyetja e 10 për 1.750 euro, pragu i dytë. Në industri, nëpërmjet procesit Haber-Bosch, përftohet klori, amoniaku, koksi, acidi sulfurik. Këtu kam dilema, edhe atë të mëdha. Prandaj mendoj se do të më kishte ndihmuar Jokeri i tretë i fundit. Por jam në dilemë se kë të ftoj që të më ndihmoj. Do të vendos të ftoj mikun. Telefonon mikun. Ju punoni në Ministrinë e Mbrojtjes dhe mentaliteti ushtarak, si thot, miku është armiku i cili nuk ka sulmuar ende. Një thënie jo e pranuar, A ty ku punoni ju mund të sundoj? Unë nuk në Ministritë Mbrojtjes jam në punës shtetëror. Ne nuk kemi fare të bëjmë me pjesën ushtarake, nga se është ndarë pjesa ushtarake nga oficerët, nën-oficerët dhe ushtarët profesional. Ne vetëm ndihmues nga aspekti ligjor. Preket nga kjo? Jo, asak. Arifat, kënë do të thrasim? Gazmen Gjotën, mendoj se do të më ndihmoj, ka dietë të gjithme. Nuk e di sa do të më ngjindet, po shpresoj se do të më ndihmoj. Lutem linjën telefonike. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Femi Ferrati nga Quizi, kur do të bëhet milioner? Përshëndetje Femi, përshëndetje dhe për gjithë pranishmit dhe për garust. Faleminderit, sigurisht për përshëndetje mikun tuaj, po e dini? Po. Gazmend, Arifati ka një pyetje që ka të bëjë me kimi dhe ju sigurisht i dini rregullat që janë gjithsej 30 sekonda. Përndryshe Arifatin e kemi si mysafir special sepse është kandidati i parë nga Maqedonia që merr pjesë në Quizin milioner. Atëherë shpresoj që ju të ndihmoni dhe të vazhdoj lojën dhe do të jetë një kandidat i denjë që si kandidati i parë që do të arrijë një shumë. Përgjigjja juaj vlen 1.750 euro. Shpresoj të arrijnë diçka. Atëherë, i keni gjithsej 30 sekonda, Arifati urdhëron.
Në industri, nëpërmjet procesit Haber-Bosch përfitohet klori, Po? procesi Haber-Bosch në industri. Përfitohet klori, amoniaku, koksi apo acidi sulfurik. Do të thot Haber-Bosch. Haber-Bosch, Shka përfitohet? klori, amoniaku, koksi apo acidi sulfurik. Edhe 9 sekonda. Edhe 9 sekonda? Po, mash. Veç edhe njëherë... Miku, sigurisht ishte në gjendje të ndihmoj, por Nuk pati kohë sa nuk duhet. pati kohë sa duhet. Nëse nuk jeni sigurt, mund të tërhiqeni. Unë jam i dyshim për koksin në C, po përqindja shumë e vogël, nuk di sa do të më ndihmonte në këtë rast. Është fjala për një proces kimik. Mendoj se më mirë do të ishte të tërhiqem, po që se do të gaboja do të vija në shumën e parë të sigurt, çka nuk do të ishte mirë. Tërheqja në kësi rastesh është zgjuarsi. Përgjigja ime përfundimtare, tërhiqem. Arefat Veseli, të nderuar teleshikues, nderuar publik, ka vendosur të tërhiqet. Po të vazhdonim, Koksi. koksi. Po të vazhdonit lojën, Do të gaboja. do e bënit koks, shumën. Amoniaku. Amoniaku është përgjigja sakt. Fritz Haber dhe Karl Bosch dhe thotë për këtë kishin marrë dhe çmimin Nobel në kimi. Keni fituar 850 euro, ishte knatësi. Shpresojmë se keni lënë një këmbë të mbarë për gjithë kandidatë tjerë nga Maqedonia. Shpresoj që do ja. Turoj fat. Faleminderit shumë.